Riparimi i trotuarëve të dëmtuara është kthyer në një nga punët e përditshme të ndërmarrjes së shërbimeve publike në Vlorë, me shtimin e lëvizjes së qytetarëve dhe turistëve gjatë sezonit veror. Ndërhyrjet janë intensifikuar në të gjitha zonat e qytetit, me qëllim garantimin e sigurisë së këmbësorëve dhe përmirësimin e infrastrukturës. Gjatë kësaj të hëne, puna është përqendruar në zonën e Rapit, në lagjen Ujë Ftohtë, ku ekipet kanë ndërhyrë për zëvendësimin e pllakave të dëmtuara të trotuarëve. Paralelisht me këtë proces, është bërë edhe riparimi i zgërave të dëmtuara të sistemit të kanalizimeve të ujrave të bardha, elemente që shpesh janë kthyer në burim rreziku për kalimtarët. Sipas ndërhyrjes së shërbimeve publike, këto ndërhyrje janë pjesë e planit të masave të hartuara për sezonin turistik, i cili synon mirëmbajtjen e vazhdueshme të hapësirave publike dhe krijimin e kushteve sa më të mira për banorët dhe vizitorët, të cilët zgjedhin Vlorën gjatë muajve të verës. Përveç zëvendësimit të pllakave të amortizuara, ekipet po kryen edhe sistemimin e pjesëve të dëmtuara të trotuarëve, nivelimin e sipërfaqeve si dhe riparimin e elementeve të infrastrukturës, të cilët janë konsumuar nga përdorimi i vazhdueshëm apo nga kalimi i kohës. Në rastet kur evidentohen dëmtime të rrjetit të kullimit të ujrave, ndërhyrjet kryen menjëherë për të shmangur problematika të mëtejshme. Puna nuk do të kufizohet vetëm në zonën e Ujit të Ftohtë. Sipas planit të hartuar nga ndërmarrja e shërbimeve publike, ndërhyrje të ngjashme po zhvillohen dhe do të vijojnë në lagje të ndryshme të qytetit, aty ku janë evidentuar trotuare të amortizuar apo elemente të dëmtuar të infrastrukturës rrugore. Gjatë sezonit veror, fluksi i lartë i lëvizjes në rrugët dhe shëtitoren e Vlorës e bën të domosdoshme mirëmbajtjen e vazhdueshme të trotuarëve dhe hapësirave publike. Për këtë arsye, ekipet e ndërmarrjes janë angazhuar çdo ditë në terren për të identifikuar problematika dhe për të ndërhyrë në kohë, duke shmangur rreziqet për këmbësorët, si dhe duke përmirësuar standardet e shërbimeve publike. Puna do të vijojë gjatë gjithë sezonit turistik, me synim që çdo zonë e qytetit të ketë trotuare funksionale, të sigurta dhe me standarde të përshtatshme për pritjen e mira turistëve dhe pushuesve që vizitojnë Vlorën gjatë sezonit turistik.